Vllaznia e basketbollit për meshkuj për rekord, fitore 11 rradhazi, ku e fundit është mbrëmjen e sotme me Elbasanin me shifrat 118-68. Por ka dhe një rekord tjetër. 15 vjeçari Samuel Bashdari ka realizuar sot 3 ndeshje rradhazi. Kemi parasysh 2 ndeshjet e sotme në orët e pasdites, fillimisht me U16, me pas me U18 dhe me njëherë tekniku Eni Llazani e ka lëshuar në fush edhe me ekipin e parë të vllaznisë. Urime Bashdari. Një super rekord do të për Guinness, të 3 ndeshje në hakur kohor, në themi të 5-6 orë, apo jo? Po, diçka ashtu. Ndeshja e parë ishte për U16 vllaznia me kundër Gogës. E fituam, po. Fituat ndaj Gogës. Me çfarë rezultati? 67-57. Ndeshja e dytë për U18? Ndeshja e dytë e fituam prapë kundër Elbasanit, mendoj që dikon 15 pikë para, jo, fakt 20 pikë para, edhe tash në fund me Elbasanin. Sa po mbyllët dhe Elbasanin dhe ishit përsëri në fush. Kam parasysh Samuel Bashdari vitin e kaluar ka shënuar një rekord tjetër. 14 vjeç keni qenë basketbollisti më i ri që është aktivizuar në Superligën e basketbollit shqiptar. Do të është një tjetër rekord të 3 ndeshje në hakur në kohor të 50 orëve të pasdites së sotme. Urime për gjithçka. Sot po flasim për ndeshjen e fundit. I kënaqur për minutat që u dha tekniku Llazani? Shumë. Në fillim kisha i fije frikë sepse është emocion edhe me lutje në ekipin e parë, por sa hinë ai në fush, dallohet se ti do të më marrë një shtu me çetësi dhe fillohet duke jam. Si shkon përgatitja me teknikun Llazani dhe kolegët e tij? Atë Sëvidja shumë e mirë. Ne gjithmonë i përgatitur për ndeshje. Nuk ka se dalë shumë Sëvidja, por me ekipin e parë Sëvidja është e fortë dhe përgatitesh mirë për ndeshje. Ngarkesa juaj duket që është jo pak e vogël, duke kontribuar në 3 fronte, me U16, me U18 dhe ekipin e parë. I përballon, keni shqetësime fizike? Nuk ka shumë vështirë, edhe me shkollën bëhet i fjerë, por mendoj që e përballoj mirë. Me qenë se përmendë shkollët, kam informacione se jeni me rezultate të shkëlqyera në shkollën austriake, apo jo? Po. E din ato drejtuesët dhe kolegët që ju jeni edhe i talentuar dhe titullar tek basketbolli? Mundohem me ja thënë sa më shpesh. Dhe kjo fitore sot, apo kjo rekord i sotëm, shkon edhe për shkollën apo për dikë tjetër? Për kë shkon për sipas jush? Për familjen më fort, edhe për shokët e shkollës. Një tjetër rekord i vllaznisë se duket se sonte nata rekordeve. Perioda fundit ishte tërësisht pesja e trive Shkodran, 15-16-17 vjeçar, që mbyllët edhe takimin. Tekniku Llazani ju besoi për shumë minuta. Duket se është një vllazni që do të jetë shumë shpejt edhe me një bazë të shëndosh të trive Shkodran. Në momentet e fundit ishin të tonë të ri dhe ishte diçka që nuk ka shënuar shpesh, që ishte emocional ai ndëdi, më pëlqej. Cilat janë disa nga objektivat? Ku synon të mrij Samuel Bashdari? Mundësisht niveli më të lartë. Aja tisht duhet më pa me kohë, nëse vazhdoj punoj fort, shpresoj permanent. Stërvitja me një staf mjaft profesionist, tekniku Eni Llazani, Roni Gjeqa, Antonio Shabani, por prania dhe disa elemente amerikanë që kanë përvojë, ju jep ndihmën e duhur për të marrë me të mirën? Normalisht, sepse në stërvitje të kushti duke luajtur me ta, normalisht që kemi përgatit ku luajmë me moshat tonë, ka me kanë më lehtë. Ishim me Samuel Bashdarin, pikërisht basketbollistin që mund themi regjistroi një rekord sot në harkun kohor të mesditës deri në darkë, rreth 5-6 orë, zhvilloi 3 ndeshje basketbolli, fillimisht me U16, pastaj me U18 dhe së fundi e mbylli me ekipin e parë, duke fituar me rezultatin 118-68 ndaj Elbasanit. Urime Samuel. Faleminderit shumë. Suksese në vazhdimsi. Edhe në shkollë shpresojmë të mbyllim me rezultate shkëlqyese.